Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 29 mars të 2025. Duket se është një ditë ku na jep mundësin, na jep kohën e duhur që të përgatitemi për muajin që po vjen. Muaji që po vjen ka shumë gjëra për të thënë dhe për të dhënë, mirë po, që jemi gati, duhet të mësojmë nga sot. Që të mësojmë sot, duhet të dimë çfarë ndodh nga dita e sotme e deri më datën e fundit të muajit mars. Kemi datën 29. Data 29 e them këta sepse eklipsi që ndodh eklipsi i dytë i vitit dhe i fundit në boshtin dashpeshore, ky është një eklips, ku themi eklipsi diellor, që do thot në shenjën e dashit, dhe ndikimi që ka bëjë Marsi. Pra, ndikimi i diellit që ndodh në dashpeshore, por në anën tjetër ndodh në shenjën e dashit, ku guvernatori është Marsi. Pra, një ndikim shumë i madh që Marsi ndodhet në Kathore. Ky eklips, i cili është dhe ndikimi që ka të bëjnë, na nxit të ndërmarrim veprime vendimtare, të bëjmë fillime të reja në planet tona ambicioze. Por duke qenë se kemi edhe një ndikim të fortë të Neptunit në ditët e fundit të muajit dhe Mërkuri dhe afërdita në retrograd, do të jetë paksa vështirë për parashikohen pasojat dhe veprimet tona nëse ne gabojmë dhe nuk mësojmë nga gabimet. Përdorimi dhe impulsiviteti mund të shkaktojnë më shumë dëm, ndaj duhet të jemi të kujdesshëm dhe të durueshëm. Duke qenë se kemi ndikime kontradiktore, mund të ketë konflikte, mosmarrëveshje dhe mund të bëhemi edhe më konfuz. Ndikohen shumë shenjat impulsive, siç janë shenjës së dashit, gaforja, peshorja, pricapi, me lidhje në fund të dhjetëvitshit të parë, ose ato me planete në shenjat e mësipërme në ndikimet që ata kanë. Meqense ky eklips diellor dhe me ndikimin dhe mundësitë dhe çështjet që kanë të bëjnë, dhe nëse neve jemi të gatshëm dhe neve dimë çfarë ndodh dhe çfarë vendimesh marrim, dhe kjo do të thotë që i kemi mundësitë, por në anën tjetër duhet shumë kujdes. Madje është edhe një moment që vërtet ka të bëjnë shumë me kuptimin e plot të gjërave, sepse në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë nga çështjet më madhore, siç janë ato ekonomike financiare, siç janë vendimet që mund merren. Prandaj kërkohet shumë vëmendje në këtë aspekt.